Hetime mbi telefonin e sekuestruar të Erion Veliajt po zbulojnë një rrjet të gjerë aferësh dhe ndikimesh politike, ekonomike dhe diplomatike. Pasi kërkesat për lirimin e tij u refuzua nga gjykata, analizat e të zonave të ruajtura aty kanë nxjerrë në pa komunikime me politikan, biznesmen, diplomat dhe aktorë të drejtësisë, duke sjellë në vëmendje çështje të ndjeshme si inceneratorë, tendra, ndërtime dhe reforma në drejtësi. Mes të dhënave të zbuluara përmenden urdhra politik të kryeministrit Edi Rama përfshirë atë për shëmbjen e teatrit kombëtar dhe favorizimin në tendra për individ të lidhur me partinë. Po ashtu gjenden komunikime me përfaqësues të drejtësisë ku përfshihen prokuror, gjyqtar dhe vendime për emërime dhe shkarkime në sistemin e vettingut. Hetimi ka identifikuar gjithashtu lidhje me investime të mëdha, ndërtime dhe projekte publike, ku dyshohet për pastrim parash dhe përfshirje në rrjetet e jashtme përfshirë individ nga Dubai, Londra dhe Belgjika. Ndërhyrja George Soros dhe lobimet e tij për reforma dhe politika specifike janë gjithashtu pjesë e komunikimeve të analizuara. Po ashtu, telefoni përmban të dhëna mbi marrëdhëniet e Erion Veliajt me ambasador, biznesmen dhe aktor mediatik, të cilët kanë përfituar nga investime dhe projekte të financuara nga institucione publike dhe partnerë ndërkombëtar. Sipas hetimeve, këto të dhëna kanë alarmuar qeverinë, drejtësinë, ambasadat dhe bizneset e mëdha duke shndruar këtë pajisje në një krye incinerator të aferave politike dhe ekonomike në Shqipëri.